Një studie fort pas ditën e së martës me rreshe intensive shiu dhe breshëri ka lënë pas dëme të konsiderueshme në fushat bujqësore të fshatit Orman në Bashkinë Maliq. Fermerët thonë se fenomeni atmosferik, i cili zgjati rreth gjysmore, ka dëmtuar një pjesë të madhe të kulturave, kryesisht grurin, por edhe qepën, elbi dhe jonxhën. Në parcelat e mbjella pamja është e njëjtë, bimët janë rrëzuar në tokë, ndërsa fermerët shprehen se një pjesë e konsiderueshme e prodhimit të pritshëm është humbur. Për ta, kjo është një nga studitë më të forta të viteve të fundit, me pasojat të për drejta në ekonominë e familjeve që jetojnë nga bujqësia. Ishin të papara, ishte stui. Ku ti thonë stui? Dhe sa të unë isha këtu, nuk rënja do të më dhush. Djali ishte nga parcela, kur më forë në telefon të me. Sa minuta zgjati? Zgjati mbi 25-30 minuta. Shi, bresh, ri paparë. Ne kemi qikë si përfaqe shumë. Po çfarë dëmtoi më shumë? Grurin e dëmtoi shumë, qepën e ka qartë, tërë gjetën e qepës. Kemi frikë se hynë karbëzimit, tash dhe na dëmton shumë. Fermerët tregojnë se dëmet janë të mëdha edhe për shkak të sipërfaqeve të konsiderueshme që kanë mbjell. Ata kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve për të bërë një vlerësim të dëmeve dhe për të parë mundësinë e një mbështetjeje financiare. Ne kemi sipërfaqe të mëdha. Kemi goxha dëm, po s'kemi ku ankohemi. Çfarë kujt i ankohemi? Nuk na merr përsipër asnjë, më ka ndodhur mua 302 lymë para shumë vitesh, para 3-4 vitesh edhe na regjistruan këta të bashkisë ca si procedurë verbale, por nuk na njëri. Është punë e Zotit, nuk kemi çfarë. Një nga shqetësimet kryesore të fermerëve është gruri, i cili ndodhet në fazën përpara korjes. Sipas tyre, breshëri ka rrëzuar, ka lindë dhe ka ulur ndjeshëm pritshmëritë për prodhimin. I ra breshëri edhe ka gjysmuar. Që ta dish që ajo i iku gruri një, mbaroi. Edhe jonxhat që qenë të korura, po thojse të thata, edhe ato mbaruan. I dëmtovi fare, po thoni nuk merrni dot prodhim si vit? Çfarë prodhim do marrësim, ajo ra për dhe, është gati për të mbjellë, tash e kemi gati. Are, mbështetje kërkojnë të tërë ata që kanë gruri, vetëm unë, por që në përgjithësi të paktën të ndihmojnë ata që kanë hektar shumë. Sipas banorëve, kjo nuk është hera e parë që zona përballet me dëme nga fenomenet ekstreme të motit, por këtë vit situata paraqitet më problematike. Ata thonë se rreshet e forta janë përsëritur 2 herë brenda një periudhe të shkurtër. Që ka gjatur gati 30 minuta. Çfarë dëme bëri në këto 30 minuta? Më shumë vetëm grur ka bërë, grur edhe perime. Këto ka bërë dëme jashtë masës. Ka bërë asnjë vit si vjet. U bën 2 herë që ka rënë. Raj para 10 ditëve, ja edhe mbrëmë. Për disa fermerë, humbet janë të konsiderueshme dhe ata thonë se nga prodhimi që prisnin të merrnin këtë sezon, mund të mbeten vetëm me një pjesë të vogël. Do merrni prodhim si vit apo jo? Jo, po mund të marrë 10%. Do merrte 50-60 kuintal, do marr 5 kuintal grur, ai do marr më shumë s'merr. Edhe kulturat e tjera bujqësore nuk kanë shpëtuar nga dëmet. Fermerët tregojnë se breshëri ka prekur elbin, jonxhën dhe kulturat e tjera të mbjella në zonë. Ne do një gjysmore të çekore breshëra dhe i bëri terfush dhe bëri e rrezoi poshtë të elbi. Ty çfarë të është dëmtuar? Gruri dhe elbi. Qa 13 gruri e 7 elbi. E ma, e ka rrëja pa i bëgate për shumë, ka rrëja në poshtë të ndete, që e ndërret dajti. E ka një teri dhejtë. Që të bëjtë? Pra nuk do merrni grur. Që marrë, azje, që ka për grur, azje, që ka është për baktit. Banorët e Ormanit kërkojnë që institucionet vendore të dalin në terren dhe të verifikojnë situatën. Ata thonë se shumë familje në fshat varen nga prodhimi bujqësor dhe se një vit i keq mund të ndikojë drejt për drejt në të ardhurat e tyre. Mbajti në gjysmore 300 kore, dëmtovi shumë grurin, se këto gjëra, ato bimt e tjera, ato qep që kanë mbjellë njerëzit, po unë vetëm grurin kam, edhe jonë që kam mbjellë. Gruri ka rënë, gruri e ka dëmtuar. Shumë grurin. Kanë shumë që kanë mbjellë patate, ju ka dëmtuar këto kulturat e tjera. Ka shumë fermerë që janë dëmtuar? Ka shumë. Me që biseduam aty tani, sot ka shumë. Në një zonë ku bujqësia është burimi kryesor i të ardhurave, fermerët e Ormanit thonë se pasojat e stuis do të ndihen gjatë gjithë sezonit. Ata presin tashmë një vlerësim zyrtar të dëmeve dhe një reagim nga institucionet për të përballuar humbjet e shkaktuara nga moti i keq.